إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me emër Allahut gjithëmshirshëm mëshirëplot. Lavdërimi i takojnë Allahut. Atë falenderojmë, falje dhe ndihmë tek ai kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat e veprave tona të liga. Atë që Allahu e vendos në rrugë të drejtë nuk ka kush e humb. Dhe atë që ai e lën humbi nuk do të gjesh dikë tjetër që ta udhëzojë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut i vetëm dhe i pashok është ai. Dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Allahu na tregon në Kur'an ku thot: O ju që keni besuar, keni frikë Allahut me frikë të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Po ashtu Allah na tregon në Kur'an ku thot: O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, i cili ai ju ka krijuar nga një palë vetme. O khalaqa minha zawjaha, dhe se nga ajo palë ai krijoi palën tjetër. O batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, dhe se prej tyre dyve rodhen shumë burra dhe gra. Dhe keni frikë Allahut, mbajini lidhjet farefisnore, se më të vërtet Allahu është mbikëqyrës ndaj jush. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam tregon hadith ku thot: njeriu dhe shpikjet bidatën fe, sepse çdo bidat është humje dhe çdo humje të çon zjarr xhehenemit, Zoti na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sot jemi në ditën e Arafatit. Pra jemi në ditën e Arafatit, koha kur muslimanët agjërojnë këtë ditë, sepse është ditë madhështore. Dita e Arafatit është dita e 9 e muajit të Dhulhijhe. Është dita e 9 e muajit të Dhulhijhe në kalendarin islam. Kjo ditë pra ndodh afër fundit pelegrinazhit haxhit, pra kur bëhesh koha që bëhet haxhi, edhe muslimanët janë nisur pra këtë ditë që të kryejnë këtë obligim që e kanë tek vetët e tyre për të marrë shpërblimin tek Allahu xhalla wa ala. Pelegrinazhi, o vëllezër dhe motra në Islam, është pelegrinazh vjetor që bëhet në Mekë në Arabinë Saudite. Është kjo koha pra që shkohet që bëhet në haxh. Pastaj te kjo dita Arafatit, pelegrinët pra haxhilerët qëndrojnë në fushën e Arafatit për të lutur Allahut, për të lutur dhe për të adhuruar Allahun. Alhamdulillah, fe Allahut është i qartë, është përsosur, siç thot Allahu në Kur'an: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pra sot për ju plotësova fen tuaj. Përsosa fen tuaj për ju. Raditu lakum al-islam dina, dhe zgjodha për ju islamin si fe. Pra sot e përsosa fen tuaj për ju dhe zgjodha për ju islamin si fe. Edhe nëse nuk e kryejnë haxhin ditën e Arafatit, pra mund shijoni fuqinë e duas lutjes që profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë në këtë hadith: lutja më e mirë është ajo që bëhet në ditën e Arafatit. Kjo është hadith profeti alayhi salatu wassalam që tregon për vlerën e madhe që ka kjo ditë dhe se duhet me u lut Allahut dhe që të pranohet duaja. Alhamdulillah, është mirësi e madhe. Kjo ditë gjithashtu ka edhe mirësitë e veta. Një çlirim nga zjarri i xhehenemit në ditën e Arafatit është diçka e madhe për muslimanët.
el-Mayitin, ato që kanë ndruar jetë. Arafati është një nga raste më të bukura, vëllezër, është nga raste më të bukura që ka Islami. Pse? Sepse Allahu xhalla wa ala liron shumë musliman nga zjarri i xhehenemit, edhe fal shumë gjunahe, shumë mëkate në këtë ditë, më shumë se sa ditë tjera. Dita e Arafatit është një nga ditët më të mëdha për të përpjek, pra me bë sa më shumë mundim në adhurim, pra të mundohesh të bësh përpjekje të mëdha për të adhuruar Allahun xhalla wa ala, për të bërë vepra të mira, edhe për të arrit këtë besim. Elhamdulillah, sepse rritja e besimit largon nga zjarri i xhehenemit. Agjërimi i ditës së Arafatit ka po ashtu mirësitë e veta. Ndërsa muslimani nuk duhet ta humbasë kurrë agjërimin në ditën e Arafatit, përveç nëse nuk ka mundësi. Pra, kur nuk keni mundësi, atëherë nuk është pra domosdoshme që ti ta agjërosh. Se gjithë mëkatet që ka robi nga viti i kaluar dhe viti tjetër do të fshihen nëse agjëron, pra në këtë ditë në emër të Allahut, për hir të Allahut. Nëse nuk mundesh me agjëru, prapë se prapë ki parasysh qëllimin se do ta kishe të agjëruar nëse do të kishe mundësi. Pra flasim për të që s'ka mundësi. Edhe pse s'ka mundësi, pra ta ketë niyetin e pasur që unë do t'isha me agjërim, por se pa mundësitë e mia jam që unë nuk e agjëroj dot. Për më tepër duhet me u përpjek me ushqy një agjërues ditën e Arafatit, në mënyrë që të marrësh shpërblim të madh tek Allahu xhalla wa ala, inshallah për niyetin e mirë që ke. Duhet me bë sa më shumë dhikr, sa më shumë dua në këtë ditë, o vëllezër, se dita e Arafatit ka gjëra të mira për të thënë në këtë ditë. Përfshin shumë gjëra të mira, shumë dhikra, gjithashtu tahlil, la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me drejt veç Allahut. Duhet me bë tahlil në këtë ditë. Duhet me bë tekbir, duhet me bë tahmid, tekbir, Allahu akbar, Allahu shumë i madh. Tahmid, alhamdulillah, i gjithë lëvdata i takon Allahut. Pra këto janë dhikra që bëhen ditën e Arafatit. Duhet me nxjerrë sadaka, përmirësi, zakat, lëmosh, detyrueshme në ditën e Arafatit. Kjo është një nga veprat më të mira për të bërë ditën e Arafatit. Mundesh me nxjerrë sadaka ose zakat edhe në internet përmes shumë organizatave bamirëse. Mund zgjedhësh t'ja japësh njerëzve në nevojë që jetojnë afër shtëpisë sate, kudo që je. Pra, ose të pyesni xhamin ku jeni, ata që mbledhin zakatin. Kjo pra është një ide shumë e mirë. Pra edhe kjo është nga mirësitë që muslimani, elhamdulillah, mundohet që t'i kryej. Duhet me kërku gjithashtu, pika tjetër, duhet me kërku edhe falje ditën e Arafatit. Ndërsa bën dua në ditën e Arafatit, duhet sigurohesh se kërkosh falje Allahu xhalla wa ala për gjitha mangësitë, gabimet dhe mëkatet. Pra që ke bërë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës. Qoftë e ke bërë me dashje apo pa dashje, me dije apo me vedije, apo pra si të ka rast sprova, duhet të kërkosh falje Allahu xhalla wa ala në këtë ditë, sepse inshallah me lenin Allahu xhalla wa ala pranohet pendimi i sinqert. Gjithashtu duhet me tregu dashamirësi ndaj Allahut, mirënjohje në ditën e Arafatit. Në ditën e Arafatit duhet me marr pak kohë për me meditu mbi ato mirësitë që Allahu ty të ka dhënë. Pra mirësitë që Allahu ju ka dhënë. Duhet me reflektu mbi vështirësitë, provat, sfidat që ke pas gjatë gjithë jetës, që i ke kalu ato provat. Ato provat që ju kanë lejuar që të afrohen sa më shumë me Allahun. Pra ju keni duru ndaj provave, po alhamdulillah, edhe ka rahmësia për Allahu xhalla wa ala, duhet me tregu mirënjohje ndaj Allahut, duke bë
vepra të mira, sa më shumë vepra të mira dhe të dobishme në këtë ditë. Duhet me bëu dhe lutje në ditën e Arafatit, ka disa lutje. Pra prioritet, gjoja kryesore për muslimanin është të falë, pra t'ja bëj halal njëri tjetrit nëse ka ndaj hatërmeti ndaj diçka. Gjithashtu t'i fali 5 vaktet e detyrueshme në kohën e vet, veçanërisht në ditën e Arafatit, pra siç është kjo ditë sot. Dhe kjo ligjërata që po mbahet më sabahut, alhamdulillah, është një nga pjesët e ligjëratës që do mbajmë, edhe do kemi edhe 4 ligjërata të tjera pas namazit drekës, pas namazit ikindis, pas namazit akşamit, pas namazit yatsis inshallah, për shkak alhamdulillah 10 ditëve të Dhulhijhes, dhe të kemi nga që kemi ditën sot të Arafatit, do flasim për dispozita çështjet e Kurban Bayramit, festës Bayramit, e kështu pra më radhë. Flasim pra për lutjen që bëhet në Arafat dhe për mirësitë që ka muslimani që lutet. Të gjëja kryesore që muslimani alhamdulillah mundot i fali 5 vakte në ditë, pra obligimet kryesore të bëj sa më shumë lutje në këtë ditë. Nëse ke mundësi, ofron edhe lutje shtesë vullnetare për shtu veprat e mira për t'ju ofruar Allahu xhalla wa ala moment veçantë të adhurimit. Çfarë duhet me vështru në ditën e Arafatit? Çfarë duhet me pas parasysh? Veprimi i fundit për cilin duam që të flasim është leximi i Kuranit në ditën e Arafatit. Edhe të lexosh Kuran, do të bekoj Allahu këtë ditë dhe do t'ju afroj sa më shumë me të, duke recitu fjalët e tij të shenjta, fjalët e tij të mëdha. Lexoni sa më shumë nga Kurani në ditën e Arafatit, vëllai, sepse edhe Kurani ka mirësinë e vet. Alhamdulillah. Kjo ligjërat është mirësi, sepse duhet me përkujtu vlerat, mirësitë e kësaj ditës dhe këtyre 10 ditëve. Pra që muslimani duhet mundohet me tauhid, besoj Allahun xhalla wa ala, të adhuroj Allah me tauhid rubi asma u sifat, dhe t'i bëj Allahut dhikr, sepse profeti Muhamedi alayhi salam flet për këtë ditë ku thotë nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë të dashura tek Allahu xhalla wa ala se sa këto 10 ditë, pra flet për 10 ditën e Dhulhijhes. Ato e pyetën, as xhihadi në rrugt të Allahut, as xhihadi, përveç se nëse del dikush me jetën dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet më asgjë. Thot profeti alayhi salam, wa sahih al-Bukhari, hadithin sakson Buhariu. Veprat e preferuara, pra sipas menhexhit selefi, to janë disa nga veprat më të dashura në këtë periudhë. Tauhidi i pastër, të mos e shoqërosh Allahu xhalla wa ala askënd në adhurim. Namazi me përpikmëri. Pra, edhe namazi nuk duhet neglizhu, sepse është gjë kryesore që muslimani alhamdulillah yakhud tariqan al-janna, e merr rrugë për në xhenet. Agjërimi, si të mos në ditën e 9, pra që është dita sot me dita Arafatit. Agjërimi, nëse mundet, bërë sa më shumë dhikr, si të mos me tekbir, si që thamë pra tekbirin, tahlilin, la ilaha illallah, pra tahmidin, tasbihan. Lexosh sa më shumë Kur'an, pika tjetër, leximi i Kur'anit, alhamdulillah, ka mirësitë e veta, pra të shton nga mirësitë nga sevapet në këtë ditë. Sadakaja, qoftë ai sadaka fshehtas apo haptas, më mirë është sadakaja fshehtas se sa e haptas, por nëse bëhet edhe haptas me zemër të pastër, sinqert, inshallah me lenin Allahut bëhet makbule, pra ajo është e pranuar. Kurbani serja kafshës, për ata të cilët kanë mundësi, pra dhe kjo është mirësi për muslimanët që ta bëjnë pra këtë gjë, sepse është traditë e profetit alayhi salatu wassalam që ai e ka vepruar. Dhe gjithashtu pendimi sinqert për gjunahet që ke kalu, mëkatet që ke bo. Sepse selefët, se Ibn Rajab dhe Imam Ahmed e veçonin pra këtë 10 ditësh me adhurim, duke krahasu me 10 netët e fundit të Ramazanit, por duke theksu se dita më e virtyshme këtu pra, më madhështore, është kjo, e Arafatit, ndërsa nata më e mirë, pra netët më të mira janë në Ramazan.
ndërsa ditët më të mira janë ditët pra të Dhulhijhes. Dhe kjo ditë e madhe është dita e Arafatit. Dita e Arafatit pra vëllezër është dita e 9 Dhulhijhes. Kuptimi i kësaj pra kjo ditë është dita ku qëndrojnë në malin e Arafat haxhit. Është shtylla kryesore e haxhit. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam tregon al-hajj huwa al-arafa. Al-hajj huwa arafa. Pra haxhi është Arafat. Haxhi është Arafat. Pra vlera për jo haxhit, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë për ata që nuk bëjnë haxhin, agjërimi i ditës Arafatit shlyej mëkatet e vitit të kaluar të tashëm. Pra ai që s'ka mundësi të bëjë haxhin, agjiron ditën e Arafatit dhe bën sa më shumë vepra të mira në këto 10 ditë. Kjo është për ata që nuk janë haxh, sipas praktikës së sahabëve radhiyallahu anhum dhe dietarëve selefi si Ibn Taymija rahimahullah, Ibn Qayyim, pra edhe Ibn Bazi e kështu për më radhë, Sheikh Uthaymeen e tjerë më radhë, tregojnë për mirësinë pra dhe vlerën që ka kjo ditë dhe se duhet agjëru. Veprimet e preferuara në këtë ditë: agjërimi për haxhit, lutje e shumë me dhikr, sepse është dita më madhështore për pranimin e duave. Tauhid, ikhlasullahi xhallahu ala. Pra të kesh tauhid dhe të jesh i sinqert me Allahun xhallahu ala, ta'budu haqqa ibadi. Ta adhurosh atë pra me një adhurim pra të drejtë ndaj tij. Pas fjalës së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, duaja më e mirë është duaja në ditën e Arafatit. Fjala më e mirë që kam thënë unë dhe profeti para me është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nuk ka të adhuruar me drejt veç Allahut i vetëm dhe i pashok është ai lahul mulku wa lahul hamdu, atij i përket pra sundimi dhe lavdata. Wa ala kulli shay'in qadir, ai është i plot fuqishëm pra për çdo gjë. Menhexhi selefi në këtë ditë ka karakteristikat dhe aspektet në lidhje me këtë. Janë disa pika. Pika para, adhurimet bazohen vetëm në ato që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet, pa bidate. E dyta, jep rëndësi tauhidit edhe pastërtisë së akides në këtë ditë, sepse janë ditë të afërta që të afrohesh me Allahun xhalla wa ala. Pika tjetër, shmang çdo bidat, çdo rësi, shfaqje e zonshme kolektive me dhikr, pra me bë dhikr me xhamat, nuk bën, nuk lejohet, porse duhet me qenë të drejtë në lidhje me këtë dhe me adhuru Allahun. Pra lejse bi bidaya jo me bidate, walakin ta'buduhu kama jaa sunnatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama jaa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të adhurosh Allahun siç ka suneti profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Pra ajo me shfaqje kolektive, dhikr me zë nuk bën, sepse është bidat, pra dhikr me xhamat nuk bën. Dhe duhet me ndjek transmetimet e saktë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të transmetuara nga profeti alaihi salatu wasallam. Dhe pika tjetër e fundit pra, mbështetet duke punuar me zemër, sinqeritet dhe me bindje. Kur ti o musliman pra të bësh adhurim ndaj Allahut xhalla wala. Wa barakallahu li wa lakum al-Quran al-Azim. Allah e dhon khajr bereqet. Edhe mirësi kudo që t'jeni. Edhe siç që thash pra, është dita madhështore kjo që muslimani i merr sebepet edhe adhuron Allahun xhalla wa ala. Allahu ju pranon agjërimin, Allahu ju dhon khajr bereqet, dhe bëfshi sa më shumë punë të mira dhe paqit pra vendqëndrimin xhenetin, edhe Allahu ju mësoft xhenetin e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mirë dëgjofshim pas namazit të drekës me ligjëratën e ardhshme. Zoti shpëlbeft të mira, sepse është dita që duhet me e përkujtu dhe duhet me falendëru sa më shumë Allahun xhallahu ala. Edhe në këtë ditë agjërimi, alhamdulillah, është mirësi, sepse Allahu nxjerr për zjarret e xhehenemit njerëzit që kanë pasur mëkatet, gjunahet, edhe këta musliman pra
marrin shpërblimin tek Allahu xhalla wa ala, dhe shpërblimi i Tij është falja, mëshira, alhamdulillah, që më shëron robën e Tij dhe fund xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.